أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sot do të flasim për një virtyt tjetër të moralit islam, që nuk është më pak i rëndësishëm se ato virtyte tjera, ato cilësitë tjera të mira të mirësjelljes islame që kemi folur për to më herët. Fjala është për kujdesjen për halalin. Për kujdesja për halalin. Do me thonë muslimani shumë kujdeset që si e fiton pasurinë dhe çka fut në organizmin e tij prej ushqimeve. A janë të lejume, as janë të lejume. Dhe kjo i ka ato pasojat e veta pastaj. Do thonë pjesë e moralit ton si musliman, pjesë e sjelljes ton është mu kujdes që pasurinë riskun me fitu me halal. Me fitu me halal. Për arsye se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë një kohë ku njerëzit nuk do ta kenë gajle, nuk do të brengosen fare për atë se si e fitojnë pasurinë e tyre, prej halalit apo prej haramit. Kur islamin e kanë pas në gjeneratat e para fuqishëm në zemër, kur kanë pas iman, më thonë ata që kësaj pike i kanë kushtu shumë rëndësi. Për arsye se më thonë varet nga ky virtyt, më varet edhe a do të pranohen lutjet tua të Allahu apo s'do të pranohen. Është e lidhë. Njeri cili ha haram, me thonë, duat e ti nuk bëhen kabull të Allahu. Dhe ai, do me thonë, e përgadit vetën për me qenë, do me thonë, lamt djekse në xhehenem. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë do ta sqaroj, do me thonë, si pas argumenteve fetare, do me thonë, haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj edhe si zakonisht do të sjellim shembuj se si janë kujdes të parët tanë të mirë, sahabët e mas sahabëve, njerëzit e devotshëm, do me thonë për këtë pikë. Se kjo është, do me thonë, kjo ka qenë një karakteristikë shumë e rëndësishme për kujdesja për halalin e civilizimit islam për gjithësi. Do thonë qytetërimi tonë. Ju e dini për shembull se shumë popuj, për shembull indonezianët, malezianët, do thonë kur s'ka ndodhur luftë mes tyre dhe muslimanëve, por ato e kanë pranuar islamin prej tregtarëve musliman. Kur i kanë pa tregtarët musliman sa të drejtë janë, sa korrekt janë në tregtinë e tyre, e kanë pranuar islamin. Që do thonë ky shembull i këtyre popujve që e kanë pranuar islamin nga tregtarët e muslimanëve, kur i kanë pasur sa të moralshëm janë, më thonë erzonat kretat, më thonë hipotezën që islamofobët e ngiritin gjoja se islami është shpërnda me shpat, në me thonë në tokë. Në me thonë e ka efektin e madh përveç të njerit, të personi i cili kujdeset për halalin, ka dhe me thonë një efekt shumë të madh, gjithashtu ka efekt edhe të tjerët. Njeri i cili është shembulltir në këtë drejtim, do të thonë ndriçon kudo që është, edhe dallohet. Për shembull, në një shoqëri ku njerëzit nuk e kanë gajle shumë a e marrin pasurinë prej halalit apo prej haramit, nëse ndodhet në mesin e tyre një person i cili e ka këtë përkujdesje, do të thonë krejt e nderojnë, edhe krejt e respektojnë këtë, se e dinë që do të thonë është njeri i cili nuk e ha haramin, edhe që do të thonë është njeri drejt. Se njeri si ta ketë këtë përkujdesje për halalin, ai ka edhe shumë cilësi tjera të mira. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu. Thot inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i pastërt dhe nuk e pranon përveç se atë që është e pastërt. Allahu vetë është i pastërt dhe nuk e pranon, do të thonë nuk e pranon dua, nuk e pranon lutjen, nuk e pranon sadakan e cila nuk është e pastër. Nuk e pranon ibadetin që nuk është pastër veç për Zotin, për shembull. Po nuk e pranon asnjë lloj shpenzimi nëse nuk është i fituar me halal.
Dhe thot pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe Allahu i ka urdhëruar besimtarët me të njëjtën gjë me të cilën i ka urdhëruar pejgambert. Sa Allahu ka thonë ja ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu saliha. Pejgamberi tash po na tregon çka ka thonë Allahu në Kur'an. Allahu ka thonë në Kur'an, o ju pejgamber, hani nga gjërat e pastërta, halal që janë, dhe pastaj bëni punë të mira, se këto dhia janë të lidhta. Njeri i cili ha halal, qoftë ushqimin e përmbajtjen e vetë është halal, qoftë në mënyrën se si është fituese. Këto janë dy aspektet e halalit. Për shembull, mishi i derrit, ti mundesh me e ble me parë që i ke fitu me djers, ama haram është. Ama një mish, ose mos e marrim mish, se mos e ne thonë që këto xhallarë që me mish, në me thonë i marrin shemë. Për shembull, e blen një buk, e blen një buk për shembull, mi po me pare që i ki fitu haram. Atër buka është haram dhe të ban keq. Të ban keq. Në me thonë, njeri cili ha vetëm halal, ka me bo punë të mira. A njeri që ushqehet me haram, shumë e ka vështirë me bo punë të mira. Ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz të cilët ne i njohim që janë të mirë, ama nuk është punë me ja nis namazit. Nuk është, do me thonë, nuk mundet me i bo do punë të mira. Nuk i ka fuqina, e dini pse? Se duhet me shiku mes tjera, se nuk ka vetëm ky sebeb, se mund tjetë edhe sebebe tjera, duhet me shiku pasurin, qyshe fiton pasunin. Nëse e fiton me haram, zor është me punu, me punu punë të mira. Pastaj vazhdon pejgamberi, thotë Allahu është i pastër dhe nuk e pranon vetëm pastërtën. Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar pejgambert. Se Allahu ju ka thonë pejgamberve, o ju pejgamber, hani nga gjërat e pastërta, do të thonë që janë halal, dhe punoni punë të mira. Pastaj ka thonë Allahu subhanahu wa taala besimtarëve, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një ajet tjetër kuranor, ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ju që keni besu, hani nga gjërat halal me të cilat ne ju kemi furnizo. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i përmendi këto dy ajete kuranore, pra tregoj se Allahu i ka urdhëruar besimtarët, ashtu sikur se i ka urdhëruar pejgamberët. Se kretë pejgamberët e Zotit, Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar që me pas kujdes çka futin në barkun e tyre prej ushqimeve, me kon halal. Kretë pejgamberët e kanë pas, kjo është ligj që është përsëritur të gjitha shariatet e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi një shembull. Masi që i tha këto dy ajete, e përmendi një njeri i cili është një kohë të gjatë në udhtim, i pluhrosur dhe i pakrehur, i cili i ngrit duart dhe e përsërit fjalën ja Rabb, edhe i lutet Allahut vazhdimisht, e përsërit, insiston në lutjen e tij. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ushqimi i tij është haram. Do të thonë haja e tij është haram. Pija e tij është haram. Çti personit që është udhëtar, që lutet, që insiston, që i ngret duar, që thot ja Rab, thot haja e tij është haram, pija e tij është haram, veshja e tij është haram, është ushqyer me haram. Qysh mi u përgjigj këtij? Qysh mi u përgjigj Allahu këtij? Fa anna, do të thonë, si është e mundur që Allahu më ia bë kabul duan këtij? Mirë, pse ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëtarin? Për arsye se udhëtarit i pranohet lutja. Një prej sebepeve për mu bë kabul lutja është kur njeri largohet nga familja, nga vatani i tij, shkon për puna, për nevoja, për dikon, dhe në me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duaja e udhëtarit ka thonë nuk kthehet mbrapsht. Ky person është udhëtar, e ka plotësuar një kush për mi u pranu lutja. E dyta, nuk është i dhënë mas dunjas, është i pakrehur dhe i pluhrosur. Qëllimi se njeri i cili, do të thonë është i dhënë mas lukseve, mas teshave, mas, do të thonë, pamjes së tij të jashtme. Do të thonë është lutja e tij vështirë është mu pranu. Ama një njeri i cili është i larguar prej kënaqësive dunjas,
Kjo është sebepi I ditë që e plotson ky personi për m'ju pranu duaja. I pakrehur dhe I pluhrosur. Kjo s'do me thonë që është mirë më kon I pakrehur. Mirë po njeri kjo është simbolik kur largohet nga në me thonë lukset e dunjas. Se një njeri cili rri shumë para pasqyrës, non stop që rri para pasqyrës, doan së ne banaj shumë mirë. Nuk po themi, ne muslimant jemi të pasur, duhet të kremi, ka thonë për nësëm, duhet mu kre, mu ndreq, mu li me parfem. Mirë po njeri cili është I dhënë shumë mas kësaj, e tepron mas kësaj, do me thonë aje diqysh është njeri luksit, nuk mundet me e bot duan që I shdohet. Më thonë, është uthar, është I pakrehur dhe I pluhrosur, kushti I ditë. Kushti I tretë, I ngret durt. Një prej shkaqeve për mu pranu duaja të Allahu është mi ngrit durt lartë. Sa Allahu, si ka thonë pejgamberi sa, Allahu turprohet që kur dikush I ngret durt edhe lut diçka Allahun, që Allahu t'ja kthej pa kur gjo hiç. Ta zhgënjej këtë njeri. Allahu t'i vjen mare që njeri I cili I ngret duar dhe kërkon prej tij diçka, që Allahu me alon shprast. Ato duar, do me thonë, me alon të zbrasta. E ka plotsu edhe një kush, do me thonë, për mi u pranu duaja. Dhe kushti I katërt, e përmend fjalën Rabb. Duat kur I bën me Rabbena, Rabbi, se thënë atë ne ja Rabbi. Duat kur I bën duke I nis me fjalën Rabbena, zakonisht përgjigjen. Në fund të surës Ali Imran janë një 4-5 duat. Te faqja e parafundit, do të thonë Rabbena ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Rabbena innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbena innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbena faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbena wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Që këto duat janë, do të thonë, disa dua, këtë Rabbena, se si besimtarët I lutën Allah, mas kësaj edhe cili ajet vjen, fastajabe lahum rabbuhum. Allahu ju përgjigj. Thonë dietarët, një prej sebepeve për mi ju përgjigj Allahu lutjes, është me nis lutjen me Rabbena, ose me Rabbi. Zoti in, ose Zoti im. Dhe pesta që e plotson ky shembulli, ky personi që është në udhtim, I plotson kushtet për mi u pranu duaja. Është insistimi në dua. Nuk thot dikush veç një herë lutet, thot u luta një herë, po s'ma pranoj Allahu subhanahu wa taala do. Jo. Duhet me insistu me pranu, do me thonë me tu pranu lutja. Mu lut 10 herë, 20 herë, 100 herë, 1000, mos u nal. Edhe ai thot ja Rabbi, mirë po, thot pejgamberi sa. Edhe pse ai ka plotsu 5 kushte I ka plotsu për mi u pranu duaja, prap nuk I pranohet. A dini pse? Se nuk ka hangër halal, nuk është vesh me halal, nuk ka pi halal, nuk është ushqim me halal. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: kullu lahmin nabata min suhtin fan-naru awla bihi. Çdo mish që formohet në trupin e njeriut nga pasuria haram, zjarmi është më meritor për ta. Zjarmi. Se njeri kur ha, do të thonë ajo kthehet në qeliza, në gjak, dhe gjaku pastaj bëhet në mish dhe në muskuj. E nëse njeri vazhdimisht e formon organizmin e tij, e formon nga pasuria haram, atëherë ajo është një land e përgatitur për me shku në xhenem, Zoti na rujt. Zoti na rujt. E tash, prandaj është me rëndësi që me fitu, në me thonë, pasurin halal. E tash unë do të përmendi disa shembull. E para tregtia. A e dini një ditë që kam thënë njëri prej xhamatli jonë është ai. Tha punoj në treg, mi po tha punoj atje nga ana e Maqedonëve. Edhe tha janë shumë I kënaqur. Se tha janë shumë korrekt. Nuk vjedhin në vakë, edhe më preki shumë kjo fjalë. Nuk vjedhin në kandar. Nuk vjedhin kandar. Kjo është bote ne, do me thonë një dukuri. A dini, Allahu subhanahu wa taala ka zbrit një sure. Surja Mutaffifin. Ka thonë, wailul lil mutaffifin. Mjerë për ata që bëjnë hile në kandar, në peshore. Alladhina idha iktalu ala nasi yastawfun.
Kur matin për vete, e matin ma tepër pak qesin. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. A kur këtive ju matet, do të thonë kur këta duhet mi mat tjetër kuj mi dhon, e lën noksan. Ela yadhunnu haula'i annahum mab'uthun. Thot Allah, as menojnë këta që kanë murin gjallë li yawmin adhim, në një ditë madhe. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, atë ditë kur njerëzit kanë muçu, kanë menet në kam para Rabbul Alaminit. Kjo nuk është ahlaki i muslimanit me vjet në peshore. Kjo nuk i ngjan muslimanit. Kjo është fatkeqësi, po ku i çon atë pasuri? Atë pasuri, domethënë me cilën ka me ushqi evladin e vet. Masanena evladi vet, çfarë evladi ka më bë? Nëse ti e ki formu mishin e ti prej haramit, Zoti na rujt. Wallahi kjo nuk ka të bëjë me ahlakin e muslimanëve. Ka popuj të tërë që e kanë pranuar Islamin shkaku i tregtarëve musliman, e tash ne muslimanë. Për çfarë jemi në këtë gjendje? Kjo është një prej sebepeve se ne nuk e kemi shumë për zemër dhe sinqerisht, domethënë këtë punën e besimit edhe fesë. Fatkeqësisht. Wallahi mara është me shembull më ka ndodhur personalisht, por nuk po duhet më i përmend se është domethënë incizim. Më vjen keq shumë. Mirama rrallë munësh me gjetë që janë të sakt në kandar. Domethënë kjo është domethënë një shkatrim i fesë dhe dunjas së tyreve. Është shkatrim. Domethënë e merr ndoshta për 50 gram, për 100 grama, 200, gjys kilo e thuj. Domethënë e ban haram pasurinë e tij. E ban haram pasurinë e tij. A dita e kur do të peshohen punët në te Allahu subhanahu wa taala është afër. Tjetra, kryerja e detyrave në punën që e ke marrë përsipër dhe ke bë marrëveshje. Nuk lejohet që, nuk është e lejume, nuk është e lejuar që nëse punon një punë mos më ia dhon hakun dhe me marr shpërblime msheftas pse e ki në një pot. Për shembull, punon si mjek. Ai mjeku e ka një marrëveshje me, domethënë në punë të shtetit, jo për këto privat që punojnë. Edhe nëse merr diçka anësh, ati paguhesh për atë punën që duhesh me bë. Nëse merr diçka rishfeta, mito akur. Kjo është haram. Njëjtë sikurse me vjet në kandar. Domethënë duhet me pas kujdes. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë kaloi nëpër treg, edhe njëri shiste dritha, grua diçka thon. Edhe drithja e ka pas më një torë bashtu. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu subhanahu wa taala i shpall që ai, sa normal drithi do të më koni thatë, nëse është i mbushur me ujë në atë pjesën e poshtme, domethënë ai nuk ban, edhe nuk përdoret, po dhe bëhet më i rënd. Edhe pejgamberi sa me fut dorën pak më thellë. Edhe kur e çet dorën e lart. Thot çka është kjo vëlla? Çka është kjo? Thot ai, po shi ka ra ja Rasulullah dhe është mush. Po tha pse kjo nalt është e tertë, pse se ktheheve ta shohë ai blersi. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam men ghashana falaysa minna. Kush na mashtron nuk është prej nesh. Nuk është prej nesh. Nuk i takon ahlakit të muslimanit me bë mashtrime. Prandaj të nderuar vëllezër, domethënë këto gjëra ndoshta a di ndëgjojmë vetëm si ligjërat asune, domethënë nuk është hera e parë që po flasim për për këtë punën e halalit. Mirë, këto duhet mi pas, kjo është vija e kuqe që nuk guxojna me e kapërcime. Ndoshta do njerë do psohemi, nuk guxojna këtë vi me e kapërcise, pasojat janë shumë mëdha. Për çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutë Allahu subhanahu, Allahumma ghnini bi halalika an haramik. O Allah, më ban që unë të mjaftohem me halalin tënd dhe të jem i panevojshëm për haramin tënd. Për çfarë ju e dini shumë mirë se pejgamberi dhe familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pas ndaluar me hangër sadaka. Lëmosh. Pejgamberi e ka pas ndaluar me hangër lëmosh. E dini këtë. Edhe familja e pejgamberit. Pse lëmosh sadaka? Se sadakaja është pastrimi i pasurisë së njerëzve. Domethënë jepni fukaras, merri këto 100 denar, merri 10 denar. Ajo është pastrimi i pasurisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është, domethënë familja, loza, preardhja më e pastër. Ai nuk ushqehet me sadaka. Hedijen e ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hedijen e ka pranuar. A sadakan e ka pas ndaluar. Bile sot e kësaj dite, domethënë për dunjë që janë shpërndar
ajo sulalja pasardhësit e pejgamberit ka, megjithëse nuk është shumë e vërtetuar me dokumente, mirë ko plot njerëz në për botën arabe edhe në Turqi. Ke njerëz që thonë se unë jam prej familjes pejgamberit. Edhe një herë pa të bo vaki, pa ta hip më një taksi në Medine, derisa isha student, edhe u desht me pagu një shumë të vogël, pi xhamis pejgamberit me shku deri në shtëpi. Edhe unë ja dhash, e pagujta dhe atë kusurin thash maje. Tha hedia po sadaka. Thash maje hedia. Tha se unë jam prej familjes pejgamberit, sa ne nuk e pranojnë as sadaka. E këshire tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse po du me e kallxuket? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ka dhe një herë thot, kështu një hadith ka thonë, unë e çona natën, çona pijumi. Edhe e gjej në për shtëpi një hurm. E shoh dikun i ka ra një hurm. Edhe du me marr me hangër, se për mësëm s'ka pas ushqim me bollëk, për shembull, si çka doje me zgjedh me hangër. Thotë e shoh ka të njerë ka ra dikun që aty në shtëpi një hurm. Edhe e marr, edhe më shkon menja ta ha, se i unë, mirë po e nali vetën. Edhe thonë, ndoshta është do një sadaka që unë e zguxoj me hangër. Edhe nuk e ka shtin gojë. Pa u vërtetu mirë se a është halal apo nuk është halal. Ebu Bekri radiallahu anhu e ka pas një shërbëtor. Një dit i bje qumsht, tamël i bje, shërbëtori i vetë. Edhe e pi Ebu Bekri, pi një gotë. Edhe i thot ai punëtori, thot, ai dini ki tamëli, thot, ai di piku është. Thot, për para, thot, në gjahiljet, kum pas qit falë. Jam marrë me, kam qenë faltor. Edhe pse thë kjo unë e smirë shavesht, po i mashtresha njerëzit. S'disha, a di një falin, dikush ta lexon dorën, dikush ta lexon filxhanin e kafës, dikush me gurzi, me bankë, kjo këtë janë mashtrime. Dhe me thonë falli, e dini, falli është haram, shirk është me besu në fall. Edhe thot, njëonit i patacit fallë dhe a i u patë gëzu shumë me atë fallin tem, edhe tash e takova mi dha do pare e blita një qumsht, kure merë vesht e Bubekrit radiallahu anhu, qysh me ty me pare të fallit, e shti gishti në gojë dhe e vjell krejt që ka pas në lukth, krejt e nëzirë. Por qatë, më bo njeri me vendos, me këshirë gjdo pasuri, gjdo ushqim, gjdo pare, ku e merë, qysh e merë, qysh e blenë, se tash është bo probleme dhe me këto ushqime. Dhe me thonë janë di aspektet halalit, qysh e fiton, ama dhe ushqimi është i pasër në vete, dhe këtë du të me këshirë. Se ka tash fatkeqësisht, në thonë këto prodhimet e mishit, çka shohim në për internet tash, i nxjerrin aty mish deri halal. Do konserva, e kanë nxjerr këto. Mish deri halal, Do me thonë suxhuk, do me thonë i derit halal. Edhe që vnejnë atë etiketën, duhet me pas shumë kujdes. Do me thonë ka shumë ushqime, shumë ëmbëlsira, po jo dhe mu bo vezvese, se dikush kreti ka shti, kret. Do me thonë ka shumë ëmbëlsira që kanë gelatin deri, sikur se këto, po e përmeni tash për shembull, sikur se këto do me thonë ëmbëlsirat që janë Haribo, do me thonë për ato është vërtetu se kanë gelatin deri. Do me thonë edhe kjo ndikon se vetë ushqimi të ndasha ti e blen me halal, po vetë ushqimi nuk është halal. Duhet me pas kujdes çka futim në lukthin ton. E tash është një rast baba i Buhariut. Buhariu është një prej personaliteteve më të njohura në umetin islam, i cili ka mbledh hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe libri më i saktë mas Kuranit është Sahihu i Buhariut. Hin njonit e baba i tij, i cili ka qenë në shtat vdekjes, edhe tu bo mohabet thot, çdo herë në jetën time kur kam hangër diçka e kam ditë se pika vjen ai ushqim. A është pi halalit apo s'është pi halalit? Gjithë jetën. E baba i tij, domethënë, ka qenë babi kujt i Buhariut, i cili e ka rujt sunetin e pejgamberit sa. Për çat kur den me sulmu islamin, zakonisht çelen këto tema me sulmu Buhariun. Sikur se me sulmu islamin ose Kur'anin ose pejgamberin. Do të thonë aq i rëndësishëm është bënë umetin islam. Këto janë vetëm, domethënë, pak disa shembuj që flasin për rëndësinë e madhe që muslimanët, domethënë, ja kanë kushtuar ushqimit të lejuar. Është edhe një rast, ka shumë raste, domethënë, mirë po me minutat që shemi.
është edhe një rast shumë interesant me Abdullah ibn Mubarekun, i cili, në më thonë, Abdullah ibn Mubareku është një prej djetarve të tabiinve, i cili, në më thonë, është shumë i njohur, shumë njeri i mirë, djetar, në thonë, i cili ka jetu në kohën e Ebu Hanifës, rahimahullahu ta'ala, dhe i cili ka thonë shumë fjalë të mëdha për Imam Ebu Hanifën. Baba i këtij kje ka emrin, do me thonë Abdullah, baba i tij Mubareku, se Abdullahu i biri Mubarekut, ka qenë rap, edhe ka punu për një si kopshtar të një njeri i pasur, kopshtar, rap. Edhe me vite është kujdes, do me thonë, për ato pemë që i ka pasur, njerëz të pashur ka pas bafçën e vet ose kopshtin e vet ku ka kultivu, do me thonë, pemë të ndryshme. Një ditë vjen ai pronari me shok, vjen te kopshti i tij, edhe i thot shërptorit Mubarekut, i thot, shko na i mbledh disa shega, ama pjatimve të amlave, se shegat pas ka, do me thonë, që janë tharta dhe ka që janë më të amla. Edhe ky shkon mbledh edhe ja bjen një shport pronarit me shoka, i ka ardhur pak me kalu, do me thonë, qaste të mira ati. Edhe kur e qelaj një shek e thart, ka pas disa lloje, e qele dhe një e thart, e thirat shërptorin Mubarekun, thot ti alas ke mësu me dallu cëlla është e amla dhe cëlla është e thart, cili dru i ban shegat e amla edhe cili dru i ban shegat e tharta. Po thot ti s'm ke dhon leje mi i provu mu. Thot ti që sa vjeti je të punu këtu edhe se dishe cili është, jo thot, edhe çka ke habitet, se ki nuk e ka paramendu se kopshtari i cili gjithë ditën mirët me pemë, nuk e ka marrë me hangër një pemë, se ka paramendu këtë. Edhe kur vet aty ku e shi dhe jo thot ki është një njerë shumë, ki robi jot, se roba i ka qenë sklav, ka qenë pron, thot kur nuk e kemi pa kitu hangër prej pemëve tu. Kur i ka mbledh, i ka aset, i ka, më thonë, ju ka bo izmet, se ato kanë drunjt, kanë, do me thonë, atë izmetin e vetë që duhet me vabo. Do me thonë, mi mirë mbajt, mi ujit, me vaprej ato dekat e tepër, e kështu me radhë. Pastaj mi vjele, e kështu. Kur, thot, ki nuk, edhe kanë dit njerëzi, ki, kur një pemë, një kokër pemë, as modh, as shek, as çfarë do lloj pemë, as hurb që ka pas aty se ka hangër. Pse se nuk i ka dhënë leje pronari. Edhe ajo shërujt për kësaj. Që kështu janë konë musliman. O shërujt se çka ha. Edhe ai thot habitet mbetet, domethënë për një me i habitur ai pronari. Edhe e shef se kjo është diçka, domethënë shumë i veçantë. Edhe thot a ban thot një pyetje thot me ta, unë ki pronari tash. Thot unë e kam një vajzë. Edhe çka menon ti, kujt është më mirë unë mi ia dhon, se domethënë disa familje kërkojnë, domethënë ata. Thot këshire, jahudit martohen për pare, krishtert martohen për bukuri, arabt e këshirin prejardhjen, gjenealogjin, familjen, çfarë familje, që ata e këshirin shumë arabt. A muslimant e këshirin takvallokun, fetarin e dikujt. E ti thot ku ta gjensh veten që ati jepja. Edhe çka banki? Më thonë e liron robin dhe ja jep vajzën e tij, më thonë shërptorit sklavit e vet, e prej këtij çiftit lind Abdullah ibn Mubareku, i cili ka qenë një prej dietarëve më të mëdhenj të ummetit deri sot e kësaj dite. Një prej dietarëve më të mëdhenj që ka emrat më të mëdhenj. Tamam sikur se këto që janë Ebu Hanifja, Ahmed ibn Hanbeli, Imam Shafia, më thonë ndoshta si ata ose më i madh është edhe Abdullah ibn Mubareku, i cili ka qenë njeri i devotshëm, ka qenë edhe dietar shumë, ka qenë edhe luftar shumë, ka qenë edhe njeri i cili, domethënë i ka çu, domethënë çdo vit, domethënë ka paguajtur se bëu tregtar i madh pastaj Ibn Mubareku, edhe i pasur ka qenë që ju kanë ndihmuar njerëz dhe i ka çu në hax dhe ju kanë ndihmuar domethënë dietar dhe ju kanë ndihmuar talebeve, ju kanë ndihmuar, ka shpenzuar shumë, domethënë për. Gjithashtu tregohet për Xhuneidin nga Bagdadi, një njeri i devotshëm shumë, përmendet. Shumë e përmendin edhe këto sufit, pa janë prej ehli sunetit. Është prej ehli sunetit. Një herë vjen te shtëpia dhe e shef fëmijën e saj tu i dhon domethënë
fqinja. Në më thonë një grue që jo kon kujshi me këta. Edhe ki shpejt e merë atë fëmijën e vetë, ato habitet, shkejtu botë, çka ndodhi? Po thot, kjo punon te pronari. Ai pronari te i cili punon kjo gruaja punon me kamat. Thot, kjo rrogën e merë prej një njeriu i cili punon me kamat. Edhe kjo pastaj ka me ndiku te fëmia jem. Ka me ndiku te fëmia jem. Më thonë, shembuj të këtil, më thonë në historinë islame janë të pa numër. Mirë po kur, atëherë kur muslimant dinin edhe imanin e kanë pas për nime. Tash për shembull, më thonë njerëzit shumë janë botë tolerant në këtë pikë. Nuk i intereson shumë, a është halal, a është tamam, unë e po folin për gjithësi kur ti shofsh njerëzit, për shembull mi thonë diku inshallah mirë fiton, ma me halal. S'ka lidhje. Nuk është kusht me halal. Me rëndësi është unë me bo pare, ja, nuk është me rëndësi. Me rëndësi nuk është ti me shku në xhenem. Me e formu trupin të në Zoti në rujtë Allahu inshallah në banë për atyre që në mjafton me halal dhe nga harami. Me ka shpej përfundoj, alhamdulillahi rabbil alamin.